Besoj se një njeri i mençur do ta kishte pas të qartë dëmin e madh që i shkaktohet nga alkooli dhe nuk do të kishte mbetur hapësirë për të vazhduar. Po, që mirë ne flasim për alkoolin, kundër alkoolit flasim, këshillojmë, edhe pse nga ana tjetër, nga ana e jo praktikuesve, por edhe nga ana islamofobe, shoh shpesh nëpër komente na çesin asi emoji raki dhe me këne pina, dhe thu, për i natit neve. Jo, vlo, vejti ti vodam. Bile edhe bëjnë shaka, raki është haxhi, ki nuk e për rakien, ki fanta për, para me na, në për ndeja, në për sen, mundon me në talë neve, sen. Mirë po, një herë ndodhë tragedia. E shohim në kronikën e Zeza, të në lajmet, i dehur, ka bon deshje, lullet rinis, ka vdek. Ai tjetri fatkeqësi ka vra grujen. Kronika e Zezë është e mbushur me ngjarje të cilët fillimi ka qenë te alkoholi. Që i bie se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nëna e këqija apo jo? Në hadith tjetër po. Fatkeqësisht me keqare e them jo vetëm për alkoolin, po për shumë mëkate tjera, një popull i verbum që mendon se këto mëkate janë të ndaluar vetëm për hoxhallarët ose vetëm për muslimanët e devotshëm, haxhilerët ose atyre që i falin pesë kjo është një gabim shumë i madh. Kullu nefsin bima kasabat rahina. Çdo shpirt domethënë do të jetë përgjegjës për atë që ka vepruar. Unë nuk jam përgjegjës për veprat e tua, as për të mia. Islami nuk është fe vetëm e hoxhallarëve. Islami duhet me praktikuaj që është hoxha dhe ai që nuk është hoxh. Duhet me praktikuaj që është narsim, që është profesor dhe ai që nuk është profesor. Duhet me praktikuar mjeku, duhet me praktikuar tregtari, i madh dhe i vogël, burr dhe gru. Islami është për krejt njerëzimin është. Edhe ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim për këtë njerëzimin. Nuk dallon ti dhe nuk ban ndonjë lloj krahasimi apo ndarje të kategorisë, cilat këto mëkate janë vetëm për këto veprat e mira janë vetëm për këto, absolutisht.